e pranishëm, sigurisht me plot emocione, të nderuar qytetarë të Strugës, sonte u dha verdikti ai që duheshte, ato që kërkuam, dhe sonte besoj qytetarët e dhanë të vërtetën atë për ndryshim. Shpresoj që të vazhdojmë me këto punë që kemi nisur dhe për 2 javë besoj që të mbyllet ky proces. Normalisht që suksesi ishte i qytetarëve të Strugës, suksesi ishte edhe i ekipit tim, suksesi ishte kundrejt 8 kundër kandidatëve të cilët ishin kundër meje, normalisht pa pas edhe një sistem politik, por një sistem i cili u krijuar brenda 2 muaj, dhe shpresoj që qytetarët tani duhet ta dinë kush do të jetë udhëheqës i komunës së Strugës me projektet e veta. Tani oponenti im e ka dhënë fjalën se do të hapet dorëheqje. Besoj se fjalën e dhënë, jo si herët tjera, por kësaj radhe do ta mbajnë dhe do të tërhiqen, dhe shpresoj që në këtë rast nga nesër unë duhet të vendosem në komunën. Nga nesër duhet të menaxhoj me komunën, të filloj me punën për arsye se ato dhanë betimin që do të tërhiqen. Tregoj se fuqia është në duart e njerëzve, në duart e secilit prej nesh që beson se ky qytet meriton më shumë. Sot fituan qytetarët e lirë, fiton Struga që punon, që respekton dhe që nuk frikësohet. Faleminderit për besimin, për durimin, për shembullin që dhat sot. Faleminderit. Po unë nuk besoj që ja vlen të flasim për të, sepse ai nga nesër besoj duhet vihet ma uroj fitoren dhe ta mbyllim këtë procedurë.